ne jemi nga ata të cilët me aq mundësi sa kemi patur, kemi bërë disa betejë në këtë shoqëri. Pra vim me një lloj bilanci, jo vetëm si aktivist shoqërisë civile, që padyshim kemi protestuar për çështje që janë shumë të rëndësishme në shoqëri, si çështja e çmimeve, kemi bërë 100 kilometra në këmbë për banorët e Zharzës, kemi protestuar kundër importit plerave, kemi protestuar kundër prishjes teatrit, kemi protestuar për vjedhjen e lekëve të ilaçeve, por ne kemi shkuar në SPAK. Pra që është një gjë të flasësh kundër atyre që e vjedhin shqiptarët, është një gjë tjetër ti bësh bashk një dosje, ti çosh SPAK dhe të shkaktosh arrestimin e njerëzve shumë pushtetshëm. Ne kemi nisë që në 2019, ditën e 3 të SPAK-ut, kemi shkuar atje, kemi çuar dosjet që kanë sjell arrestimin e atyre edhe prerjen e atyre fijeve që vidhin lekë. Ne kemi çuar në SPAK, kemi nisur hetimin. Për shembull Ilir Beqaj është sot prapa hekurave. Shabani këtë në konsumume, ma je 20 ditë para fushatës. Janë 20 ditë para fushatës. Ilir, ti mund mos ta vlerësosh. Jo, nuk është se nuk e vlerësosh, për e ke konsumu këtë, disa herë ta kam ligjuar. Unë do ta them prap, sepse dua. Po nuk ka se është bërë arrestimi, nuk ka efekt mo. Mos u mërzit. Unë do ta them prap. Medalje do morësh për te, nuk merr dot medalje për te. Jo, nuk dua medalje. Po jo, pra se këtë do kuptohet fakti që kemi bërë beteja. Po jo, me aq instrumente sa kemi pas.